Ebu Darda vlerësohej për dijen e madhe që kishte tek sahabët. Ebu Dharri, një shok i tij, Allah qoftë i kënaqur me të, i ka thënë: nuk kam parë më ditur se sa ti. Atë shumë e ndiqnin dhe atë shumë kishin simpati për të, saqë fama e tij, populariteti i tij matej me famën që mund gëzonte ndonjë pushtetar i madh. Dhe njerëzit, siç rrëfen njëri prej të parëve, Abdullah bin Saidi, i shkonin pas, thot, e kam parë personalisht duke hyrë në xhamin e profetit Muhammed në Medinë, dhe njerëzit ishin tubuar rreth tij sikur të ishte ndonjë pushtetar. Ky ishte pushtetar që kishte fituar zemrat e njerëzve. Kishte dijen, kishte këtë mekanizëm me të cilin ai i bënte për vete njerëzit. Ai ishte, siç është përmendur, i përkushtuar edhe në kuptimin e dijes, por edhe në atë të veprës. Madje është përmendur se në mesin e sahabeve nuk ia gjeje të dytin që ishte i përkushtuar për dijen dhe adhurimin dhe veprat e mira në të njëjtën kohë, siç ishte Ebu Dardaja, Allahu qoftë i kënaqur me të. E shoqja e tij, Ummu Darda, rrëfen se në namazin që bënte, në namazin e shumë të vullnetar që bënte, ai kishte qindra shok. Përmenden madje me tekst të veçantë 360 për tyre, për cilët ai lutej në sejdë. Pra, në gjatë natës, falte namaz vullnetar, e zgjaste namazin dhe nuk harronte që në sejdë, në momentin kur ishte më së afërmi me Zotin, ai të lutej për vëllezërit e tij me emra dhe mbiemra.